You're not winning. Ju nuk po fitoni këtë luftë. Keni një shans mjaft të mirë për sukses për shkakun ton. Because of Mr. us. President, Një shkëmbim i nxehtë dhe i jashtëzakonshëm në zyrën e Vale mes presidentit Zelenski dhe presidentit Trump. You don't have the cards. Nuk ke kartat e duhura, po luan mbixhoz me jetët e miliona njerëzve, po luan mbixhoz me luftën e tretë botërore. World War III. Presidenti Trump i kërkoi presidentit Zelenski që të nënshkruante një marrëveshje që ofron shfrytëzimin e mineraleve të rralla ukrainase nga Shtetet e Bashkuara në këmbim të mbështetjes së Washingtonit për Ukrainën në luftën kundër agresionit rus. But you're either going to make a deal Ose bëni marrëveshje ose ne tërhiqemi. or we're out. Në një deklaratë të postuar në median sociale pas takimit, presidenti Trump let kuptohet se marrëveshja ishte hequr nga tavolina. Ai tha se presidenti Zelenski tregoi mungesë respekti për zyrën e Vale dhe se nuk është i gatshëm për paqe. Takimi i udhëheqësve me gazetarët, i transmetuar drejt për drejt në televizion, mori një ton luftarak në minutën e 40, kur presidenti Zelenski përmendi aneksimin e Krimes nga Rusia në vitin 2014. Nën presidenti Vance akuzoi udhëheqësin Ukrainas për përfshirje në turnej propagandistike. And do you think that it's respectful to A mendoni se tregon respekt ardhja në zyrën e Vale të Shteteve të Bashkuara dhe sulmi ndaj administratës që po përpiqet të parandalojë shkatrimin e vendit tuaj? trying to prevent the destruction of your country? Presidenti Zelenski u largua nga shtëpia e Bardhë pas anulimit të një konference të përbashkët shtypi që ishte planifikuar më parë. Duke folur për shtypin ndërsa largohej nga shtëpia e Bardhë drejt Floridës, presidenti Trump tha se kishte përshtypjen se synimi i udhëheqësit Ukrainas nuk përputhej me objektivin amerikan për të arritur paqe. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war. Nuk po kërkojmë të futemi në një luftë 10 vjeçare dhe të bëjmë lojra. Ne duam paqe. Arrita në përfundimin se nëse nënshkruajmë marrëveshjen, ai po kërkon diçka që nuk përputhet me objektivin ton. Ai po kërkon të vazhdoj luftën. Go on and fight. Marrëveshja e propozuar me Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainës kërkon bashkëpronësi dhe menaxhimin e një fondi rindërtimi pas luftës në Ukrainë. Sipas propozimit, Ukraina do të depozitojë në fond 50% të ardhurave nga burimet natyrore të vendit. Presidenti Trump e ka cilësuar marrëveshjen për mineralet si një lloj frenimi në vend të garancive të sigurisë ku Shtetet e Bashkuara do të mbështesin forcat paqëruese evropiane në Ukrainë pas përfundimit të luftës me Rusinë. I was hoping that this Shpresoja që marrëveshja për mineralet, çka do të ishte transformuese për marrëdhëniet, do të shkonte mirë. Fola me presidentin Zelenski në mëngjes. Zelensky this morning. Kohët e fundit, presidenti Trump e ka shtuar tërheqësinë ndaj Ukrainës për të dhënë fund luftës, duke pretenduar se Kievi e filloi konfliktin. Në vitin 2022, trupat ruse filluan një sulm në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës. Presidenti Trump ka zhvilluar negociata të drejtpërdrejta me Rusinë pa përfshirjen e Kievit apo aleatëve evropian, duke lënë me njën politikat e kohës së presidentit Biden. Presidenti Zelenski falenderoi presidentin Trump dhe amerikanët përmes një postimi në rrjetin X pas largimit nga shtëpia e Bardhë. Ukraina ka nevojë për paqe të drejtë dhe të qëndrueshme dhe po punojmë pikërisht për këtë, shkroi ai në rrjetin X.